Specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Pogradec referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasen AL, 53 vjeçë banuese në Pogradec, pasi në fshatin Kështenjas u konstatua duke kryer punime ndërtimi pa leje. U referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasin XS 49 vjeç banues po në Pogradec, pasi dyshohet se në lagjen numër 5 në Pogradec ka pushtuar një sipërfaqe toke në pronësi të vllait të tij. Specialist sektorit qarkullimit rrugor arrestuan flagrant shtetasin M, 31 vjeç banues në Korçë, pasi u kap nga shërbimet e forcave të posaçme Shqiponja, lagje numër 16 të Korçës, duke drejtuar automjeti në gjendje të dehur. Specialist për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Maliq referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasin FA 40 vjeç banues në Vlotçisht, Maliq, pasi dyshohet se ka pushtuar një sipërfaqe toke në pronësi të shtetases XN. Me datë 3/4/2026 në Spitalin e Korçës ka shkuar për mjekim shtetasi VQ, 66 vjeç banues në Maliq, i cili duke pastruar punishten, ngjitur me banesën e tij, aksidentalisht ka dëmtuar dorën me një disk që përdoret për prerjen e drasave. Shtetasi pas mjekimit të marrë në Spitalin e Korçës u dërguar për mjekim të specializuar në Spitalin e Traumës në Tiranë dhe është jashtë rrezikut për jetën. Në datën 3 prill 2026 në lagjen numër 6 po në Korçë, në banesë është gjetur pa shenja jete shtetasi EH 60 vjeç. Nga veprimet e parë hetimore dyshohet se i ka humbur jetën për shkaqe natyrale.